E lusim Zotin e Madh, pasi që çdo ditë jemi të afru fundit të Ramazanit, e inshallah Allahu këtë lutje me shpresë nuk na i kthen bosh, sepse na jemi përgjigj thirrjes së Zotit, jemi përgjigj urdhnit të Zotit, ku Allahu neve na obligon që t'i lutemi, dhe ne kemi krye emanetin ton, e kemi krye obligimin ton, kurse pranimi i duas është në dorën e Zotit, ku na shpresojmë edhe jemi të bindur se Allahu nuk na i kthen duat edhe lutjet tona bosh. Andaj kjo ditë qoftë ditë rahmeti për neve, ditë shpëtimi, ditë udhëzimi, ditë forcimi i fesë edhe i kamve tona drejt Zotit të Madh që të shkojmë faqebardh. Kjo ditë qoftë sebeb i ndriçimit natës vorit dhe ndërmjetësim në ditë mahsherit dhe përgëzim i shumë të mirave të ahiretit. Allahumma amin. Në ligjëratën e kalume, jo dje, do më thonë par dje, folëm se kush janë armiqt e besimtarit në rrugtimin e kësaj dunjaje drejt Zotit. Kallëzum armiqt që mundohen ta dobësojnë njerin, edhe më shumë se sa është i dop njeri. Kështu vëllazni, Allahu njerin e ka kriju prej diçka dopt. Pastaj ja ka dhënë forcën në aspektin material. E pastaj njeri shkon të u dobësu. Edhe thot Zoti wa khuliqal insanu da'ifa, e kum kriju njerin që t'jetë i dopt. Mirë po, kush e dobëson më shumë njerin, më shumë se çka është i dopt, e dobëson nefsi i tij nëse ai nuk e bën tërbije. E dobëson alo më shumë. E dobëson shejtani. E dobëson mashtrimi i tij në dunjë dhe e dobësojnë gjunahet dhe mëkatet duke fillu prej më të voglës deri te më e madhja. Këto janë kretë ato pengesat, ato smundjet e njerit që mund t'i paraqitet njerit në procesin e kësaj dunjaje. Kurse ajo që ka njerin e ndihmon, ajo që ka njerin e forcon, janë burime që Zoti ka përmend në Kur'an dhe ne ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ka kriju materialin, fizikën. Edhe për këtë fizik ka bën burime të forcës. Burimi i forcës për jetën tonë në aspektin material është ajri. Me konë që s'ki ajrë, a ki forcë? S'ki forcë. Burim i forcës në aspektin material është uji. Me konë që të piju të uj, edhe s'ki uj, dobësosh. Burim i forcës në aspektin fizik, trupit, e ka bo ushqimin. Nëse s'ki ushqim, a dobësosh a forcosh? Dobësosh. Mirë po, të njëjtën kohë, trupit, Zoti ja ka caktuar edhe smundjet. Njeri qatë sa është i shëndetshëm, qatë shko mundësi me konë edhe i smut. Apo? Nëse s'ki ushqim, mund është mu smu. Nëse han ushqim, mund është mu forcu. Nëse nuk pin uj, mund është mu smu. Mund të smu bubrejkët. Edhe, do më thonë, organe tjera të trupit. Po nëse pi uj, uj është i shëndetshëm. Nëse ki oksigen të mjaftueshëm, do më thonë, ki shëndet mirë. Nëse s'ki oksigen të mjaftueshëm, do më thonë, ti ke mu dobësu dhe ke mu smu. Na e patëm koronën, apo? Edhe, ku ishte problemi, ku ishte defekti më i madh i koronës? Ishte te puna e oksigjenit, apo? Edhe ai që s'ka oksigjen, e ka jetën të numëruar me gishta. Do më thonë, mundët brenda 10 gishtave, tu i numëru, mundët me vdek. Mirë po, na duhet me ditë një sen. Na në trupin tonë e kina shpirtin, që është më i rëndësishëm se trupi. Në trupin tonë e kina shpirtin që është më i rëndësishëm se trupi.
edhe shpirtit Zoti I ka caktuar ushqim. Sikurse trupi që i ka ushqimet e veta, edhe I ka smujet e veta, edhe shpirti I ka ushqimet e veta, edhe I ka smujet e veta. Mirë po, mbreti në trupin ton është shpirti. Kur është shpirti I shëndosh, trupi përballon. Kur është shpirti I smut, trupi përballon. Kur është shpirti I shëndosh, trupi përballon. A kur është shpirti I smut, trupi smunet me përballu. E cilët janë ushqimet e shpirtit? Që duhet me I pas parasysh më shumë se ushqimin, e pijen edhe oksigjenin. Se na kena marak me dal në herë të pastër, kena marak me hongër ushqim të mirë, kena marak me pije të mira, apo, domethënë na punojna për këto. Mirë po, çka është diçka më e rëndësishme si ushqim I shpirtit, më e rëndësishme se ushqimi, e pija, e kretë senet, në rend të parë, ajo çka njerin e forcon, edhe e ka mik, edhe e ka dashamir, edhe I bëhet ndihmtar në këtë botë edhe në botën tjetër, në rend të parë është besimi. O vllazni, në zemrën e njerit, edhe në shpirtin e njerit është një boshllëk, të cilën boshllëk e plotson vetëm besimin në Zotin e Madh. Se plotson kur gjë tjetër. Shpirti nuk pranon ujë. Shpirti nuk pranon ushqim. Shpirti nuk pranon ushqime materiale. Shpirti pranon vetëm ushqimin shpirtëror e që është besimi. Qatë boshllëk nuk mundet me mush kurkush me kur gjë. Jepja ke dunjan, nuk ngopët, s'munësh me ngopë, se se pranon. E çka pranon ki shpirt? E pranon vetëm besimin e shëndosh. E çfarë është besimi I shëndosh jon? Është fjala La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Ai që e ka vëndu në zemrën e vet fjalën La ilahe illallah, duke e njoft Zotin që I ka besuar dhe që I beson, çaj shpirt e merr forcën e vet, edhe e merr fuqinë e vet. Jo kot ka thonë pejgamberi alayhis salam në ditën e kiametit, cila ka me pashu më shumë peshorën e veprave të mira. Fjala La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Kur të vendohet ajo bitaka, ajo kartela, karta e identitetit të njerijut, të një muslimani, në peshorën e veprave të mira, ajo do të peshon më shumëti se çdo fjalë tjetër. Pra atë dhe ka thonë pejgamberi sa, ai që fjalën e fundit, në frymën e fundit e ka La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, dakhala al-janna. Ka me hinë xhennet. Domethënë kjo është garancë për pejgamberit alayhis salam, edhe prej Zotit Madh, për me na tregu neve se njeri duhet me jetu dhe duhet me ushqi shpirtin e vet vazhdimisht me fjalën La ilahe illallah. Se ka thonë pejgamberi sa, inne fil jasadi mudga, idha saluhat saluha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Në trupin e njerit është një pjesë, është një copë mishi. Nëse ajo përmirësohet I gjithë trupi. Nëse ajo është e shëndosh, është I shëndosh gjithë trupi. Nëse ajo prishet e gjithë trupi. E ajo ka thonë pejgamberi, ajo është zemra. Ku vendohet fjala La ilaha illallah? Në zemër. Domethënë, që kjo fjalë edhe që kjo njohje e Zotit Madh është baza, burimi kryesor I ushqimit shpirtëror. Kjo nuk blet me pare. S'blet me pare. Jepi parat e dunjas kret, s'u blen me pare. Kjo është dhunti. Kjo është mirësi që Zoti ja jep njerit. E fal Zotit që na jemi besimtar, e që na duhet me kuptu rëndësinë e kësaj. Se një njerë besimtar, edhe një njerë jo besimtar, domthonjë ka dallim jo në aspektin fizik, ka dallim në aspektin shpirtëror, se besimtari e ka mbush këtë pjesë me fjalën La ilahe illallah, duke njohur Zotin e Madh. Mirë po, njohja e Zotit Madh
për me ushqina shpirtin me fjalën la ilaha illallah, duhet vazhdimisht me njoh Zotin. Duhet vazhdimisht me njoh Zotin. Allahu në Kur'an ka përmend shumë ajete rreth krijimit gjithësisë. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Domethënë ti kur e thu fjalën la ilaha illallah, duhet me ditë se kujt je ti besuti. Cilit Zot je ti besuti? Kujt je ti u përkulti? Këtë fjalë la ilaha illallah që e ke venduar shpirtin tanë, në bazë çka e ke venduar? Në bazë çfarë, në bazë cilës dije e ke venduar? Andaj Zoti ma thot, o njerë, në krijimin e qiejve edhe tokës, në ndryshimin e natës edhe ditës, ka argumente vazhdimisht për tije, për me e ushqi shpirtin tanë me iman, për me e forcu shpirtin tanë, ti vazhdimisht ti mundesh me marr fakte brenda ditës edhe natës për me njoh Zotin tanë. Domethënë, na si besimtar, duhet për çdo ditë me ushqi shpirtin, duke e njoh Zotin, duke e njoh madhrinë e Zotit, duke e njoh madhështinë e Zotit, duke e njoh urtësinë e Zotit, duke e njoh forcën e Zotit, duke e njoh dijen e Zotit. A dini çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Me kon që e njihni ju Zotin, tamam çish duhet, çish an Zoti. Me kon që e njihni Zotin, tamam çish an Zoti. Allah në Kur'an ka thonë: "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Thot për jo besimtarët, por këtu hin edhe besimtarët. Ata nuk e njohin Zotin, ata s'ja kanë dhënë vlerën çat sa duhet Zotit. Pse me laçet rin kam prej ditës që i ka kriju Zoti? Disa me laçe rin në ruku prej kur i ka kriju Zoti. E disa me laçe rin në sejdë prej kur i ka kriju Zoti. Edhe nuk lodhen kur një herë. A dini pse o vëllezër? Për arsye se me laçet e njohin Zotin më mirë se çdo krijesë tjetër. Dhe njeri kur e njeh Zotin dhe me këtë njohuri e ushqen shpirtin e tij, i jep energji shpirtit të tij, trupi nuk ni lodhje. Trupi s'ni lodhje. Pse pejgamberit alayhis salam ju kanë aj kamt namaz, edhe s'kani dhimbje. I ka thonë Aisha radiallahu anha, ka thonë, ja Muhammed, ja Rasulullah, tu kanë aj kamt. Tu kanë aj kamt. Çka i tha pejgamberi sa? Ela ekunu abden shakura? A mos jam një rob falënderues ndaj Zotit? Para mendoj ju kanë aj kamt o vllazni. Ju kanë aj se kanë atë dhimbje. Pse se kanë? Se forcën e ka pas në shpirt. Ka thonë pejgamberi sa, me kon që e njihni Zotin çish duhet, me një lutje që ja drejton Zotit, e ban rraf shkodrën. Me një lutje që ja ban Zotit, e ban rraf shkodrën. Do më thonë, besimin në zemrat tona, fuqia e besimit në zemrën tonë është në bazë të njohjes që e kemi ndaj Zotit. Qatë se e njeh Zotin? Qatë se e njeh Zotin? Qatë që e ki besimin në zemër? Qatë se e ki besimin në zemër në bazë të njohjes Zotit, qatë e ki forcën e shpirtit tanë për me net si burat edhe krenar deri në takim me Zotin. O vllazni, shpesh herë shpjegohet historia e pejgamberit alayhis salam dhe historia e këtë pejgamberëve. Po çka e shtini be pejgamberin alayhis salam me u përballu me krejt problemet e jetës përveç se besimi i fortë. Përveç se besimi i fortë. Çka e shtini pejgamberin alayhis salam? Ja nisi i vetmi ke pejgamberi sa. Domethënë ka jetuar në një shoqëri degeneruar, të shkatruar, e kanë voros fëmijën për zgjallin në tokë, e kanë voros. Para mendoni, në Qabe janë desh lakuriç. Para më çfarë degenerimi akon. Para më çfarë shkatrimi akon. Pejgamberi alayhis salam në çat shoqëri ja nis me punue. Ja nis njerëzit me i bën njerëz. Kush e ka shtibe pejgamberi sallam me i dalë në fund punës ti përveç se besimi. Jo parja, o vllazni. Parja soset. Pozita soset. Gjonat materiale sosen. Ajo çka të motivon. Nëse është materiale soset një ditë. E keni provu ju. Thuk, ta mri. Të punoj, mri deri çto. Mas i mrin çto? U kri. Çka thu? S'ka na kon interesant. Apo thu s'ka na kon interesant. Ndryshe ku menu, ndryshe mdul.
Ama te besimi nuk ka kështu. Besimi nuk çon me një stacion që ti me thonë, s'ka na kon interesant. Jo. Besimi shtin vazhdimisht që mos mu lodh hiç mos mu lodh. Deri kur? Deri në takim me Zotin e Madh. Ama për me pas që të fuqi dhe besimit në shpirtin ton, duhet vazhdimisht me njoft Zotin. Jo me një ders të Ramazanit. Jo. Jo me një ders të Ramazanit. Jo me një vlut gjatë vitit. Jo me një ceremoni që e ban brenda vitit. Jo, kështu. Nuk ka be nevoj me ngu hoxhën për çdo ditë. S'ki nevoj me ngu hoxhën për çdo ditë. As s'ki nevoj, ndoshta edhe Kur'anin, ndoshta s'ki vakt me lexu Kur'anin për çdo ditë. Po ti e ki Kur'anin e gjallë. Ti e shef Kur'anin për çdo ditë. Vetëm se duhet që ata me adresu drejt zemrës tonë. Qosh në sabah. Apo qosh në sabah. Çka dush mi thonë Zotit? O Zot, elhamdulillah. Po kjo ta shton imanin. Kjo ta shton forcën e shpirtit. Para se me pi kafe. Çka thuti? Valla së një nisi punës pa e pindi kafe. S'duhet me thonë kështu. Së një nisi punës pa i thonë Zotit elhamdulillah. Se fjale elhamdulillah e kina përmend më herët. Mi thonë Zotit, o Zot elhamdulillah, veç ti ma mundsove me flet, me pushu, edhe me uqu. Se ka pas mundësinë me vdek në gjumë. Apo, kjo ta shton imanin. Qo është pi krevetit? Kush t'i lëviz bë ato nervat? Kush e jep urdhnin me të lëviz dora jote, edhe me të lëviz kama jote, edhe me të lëviz trupi jote, edhe me menu me trunin tanë. Që kjo është Kur'an, o vllazni. Që kjo është Kur'an. E lexon Kur'anin me meditim, e lexon Kur'anin me të pame, e lexon Kur'anin me të përjetume. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Zoti thot. Në Kur'an thot Zoti, thot Kur'anin e keni në vetveten e juve. Kur'anin e ki ti në trupin tanë e kije. Se unë Kur'anin e kum zbrit ti me njoh veten. Kur ta njeh ti veten e ke njeh Zotin, kur e njeh Zotin e ke besimin e shëndosh dhe kur e ke besimin e shëndosh, s'ka kush që të ndal në dunjë. S'ka kush që të pengon në dunjë, s'ka kush që të mërzit në dunjë, s'ka kush që të dëshpëron në dunjë, s'ka kush që del dikush përpara edhe me thon stop, se ti s'nalesh, se e ki fuqin, e ki dritën hinore të Zotit madh në shpirtin tanë. Kështu na duhet me veprue. O vllazni, për çdo ditëve, a dini be sa miliarda qeliza i kemi në trupin ton? Krejt janë të kurdista ato, me miliarda, që ende shkenca si ka vërtetue, që ende shkenca si ka s'ka ardhur në fund me thonë se qikat janë, vetëm se kanë thonë miliarda janë. A nuk janë këto argumente dhe fakte që na për çdo ditë mos e ngobe hoxhën shumë, pak ngoje hoxhën. Ama më shumë merr mësim prej asaj çka shef. Prej asaj çka shef merr mësim më shumë. Brenda 24 orë. Fakte për ta njohur Zotin vazhdimisht. Provone. Vallahi provone ndryshe ki me ndi vetën. Provojeni ditë. Medito. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam për çdo natë as ndal edhe ka këshir hanën, as ndal dhe ka këshir yjet, as ndal dhe ka këshir qiellin, as ndal dhe ka këshir krijesat. Pejgamberi alaihi salam edhe ka morë mësim. E na imanin më të fortë se pejgamberi sa me kemi. Jo be na kemi nevojë më shumë. Jo me ndëgju, me të pa. Kjo është burimi i parë. Burimi i dytë është me punu me të vërtetën. Me pranu të vërtetën edhe me punu me të vërtetën. Sepse Allah në Kur'an ka thonë Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ata që kanë besu dhe kanë bë vepra të mira. Vepra e mirë, o vllazni. Vepra e mirë, kur është në pyetje vepra e mirë, a dini ç'është duhet me nxituna? Duhet me nxitu më shumë se sa me nxitu te puna që ti kini profit maramenc brenda ditës ose brenda javës ose brenda muajit.
Puna e mirë është energji, o vllazni. Puna e mirë, mos harroni. Puna e mirë është energji e shpirtit. Kur bën mirë, ta dish që shpirti jot është i shëndosh. Derisa ka thonë pejgamberi sa, nëse s'ki mundësi me bë mirë, nëse s'ki mundësi me punue, buzëqesh i vllavit tan, se edhe çaja është sadaka, edhe çaja është punë, edhe çaja është vepër që ti me pa vetdijen tone e vërej se shpirti jot është mirë dhe është rahat. A e keni vërejt be ndonjëherë kur e bani një punë të mirë? E bani një punë të mirë. A ndihesh mirë? A ndihesh mirë? Po që kjo është argumenti më i madh, se puna e mirë e shton energjinë e shpirtit, që nuk mundesh me mbush as me ujë, as me ushqim. As me stërvitje trupore. Nuk mundesh me bë. Po është punë e mirë që ti t'jep forcë. Është punë e mirë që ti t'jep energji. Është punë e mirë që ti t'jep krenari. Sahabët e pejgamberit alayhis salam, që e kishin kuptuar shumë mirë çeta. E kishin kuptuar shumë mirë se puna e mirë e mban shpirtin e njerit. Puna e mirë është burim i forcës edhe i energjisë. Kur ka shku Rabi bin Amir, akon një sahabi i nderuar, ka shku te komandanti persian, ka shku edhe i ka një mrenë, edhe i ka thonë çka kije? Thot kum ardh me të kallëzu se çka është Islami, edhe kum ardh me të kallëzu se na kemi ardh me një mision, me i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë. I thot komandanti, thot ti je prisi i muslimanëve? Thot jo, thot unë jam i fundi i muslimanëve. Kur e sheh komandanti Rabi bin Amir me këtë guxim, me këtë krenari, thot kjo nuk rrjedh dhe nuk del përveç se prej një fuqijës shumë të madhe shpirtërore. Thot shikoni, ju thot ative, thot shikoni thot çfarë tesha thot ka. Thot teshat e këtina thot mesin ton thot janë më të këqija. Tesha më e keqe në mesin ton. Ama i thot e pas ka një fuqi të madhe që na nuk e kena në brendësinë tonë. Edhe kjo është e vërtetë, vëllezër. Njeri që jeton me të vërtetën, njeri që jeton edhe sakrifikon për të vërtetën, ai gjithmonë e ka një fuqi të papërshkruar në shpirtin e tij. Edhe ai nuk lodhet kurrëherë. Edhe ai gjithmonë është krenar. E vërteta njerin e ban burr. Jo muskujt, o vëllezër. E ki po sot tritë sotit. Sot tritë sotit vizatohen na për fitnesa. Ama mrena është coftin është. S'ka kur gjonta hiç. Një ditë hipi një sahabi në palë. Edhe e kishte kamën më të hollë se krahun. Më të hollë se krahun e kishte. Edhe kur e pan sahabët, sikur se diqysh fillun me utall me ta, sikur se fillun me utall. I vërejti pejgamberi sa. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha vallahi tha, kama e këtij sahabijut, që është sa krahi i dorës tonë, vlen edhe peshon më shumë se sa kodra e Uhudit. Vlen edhe peshon. Çka e peshoj ata? Çka e peshoj? Muskujta? Jo, vëllazë. Jo, muskujt jo. E peshoj muskuli i shpirtit tina, që e kishte ndaj Zotit edhe kishte ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Burimi i tretë i forcës së shpirtit që duhet me pas parasysh është me besu se ti s'ke kriju me vdek. Na levohet qish. Ti na thove gjë se duhet kina me vdek? Jo. Ti a di pse je musliman? Ti je musliman me besu se ti s'ki me vdek. Kjo është koncepti i shnosh që na mëson Kurani edhe na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që ti beson se ki me vdek, ti ki problem besimin ta. Jo, ti duhesh me besu se ti je kriju mos me vdek. A dini pse? Ka shumë argumente. Në momentin që kemi lind na, pi barkit nanës, na kemi vdek prej botës, barkit nanës. Ama kur kemi janë dunjo, ka nisë me na udok mirë, apo? Ke jetu 9 muj, edhe ke dalë. Ja ke nisë me kajt pak, edhe ja nisë me u adaptu. Apo? Ti ke vdek,
prej botës barkit nënës, edhe ke ardhë në dunja, edhe ke fillu mu bo fëmijë, foshnje. E ke kalu periudhën e foshnjës edhe fëmiris edhe jakinis me him pubertet. E ke vdek moshën e fëmiris. Ka vdek moshën e fëmiris. A gjithaj. Apo? Edhe kur je kon fëmijë, shka ke thonë? Bona i madh. Edhe shka të ka shti me jetue? Shka të ka shti me jetue? Se ki mu boj madh. Apo? Dhe më thonë ti, ajo shka e ka forcu shpirtin tanë, kur je kon fëmijë, kur i ki pa të mëdhojt, ke thonë, a mu kon të bona dhonë si ki. Dhe më thonë, kur e ki ka përci moshën e fëmiris, mosha e fëmiris për ti ka vdek. Dhe më thonë, na brenda jetës shpesh her kemi vdek. Ama në qëfar koncepti? Në qëfar koncepti? Në konceptin pozitiv, në filozofin pozitive. Kur je bo i moshëritur, i pjekur, qka të ka shti me shku për para? Shkollona, të akri fakultetin, të him pun, edhe të martona. Edhe moshën e pjekuris e ke vdek me qëtë ambicje. Kalon mosha e pjekuris, pastaj vjen mosha e pleqnis. Apo? Mosha e pleqnis. Do më thonë, në gjatë periudhës, disa herë kemi vdek. Ama kemi vdek për mund gjallë. S'kemi vdek për musos. Kemi vdek për mund gjallë. O vëzni, a e dini be që qelizat në trupin tonë, që i kemi me miliarda, ata vdesin për me gjallë na. Vdesin gjallën. Në gjdo 5 vjet, nëse i ki 40 vjet, 8 herë në jetën tone vdesin këtë qelizat e trupit përveç qelizat e trunit. Kretë qelizat me miliarda ndrohen, në gjdo 5 vjet ndrohen. A e keni po në gjdo 5, për shemë kur i ki pas 30 vjet, edhe kur i ki po 35 vjet, ndryshe e kona, po. Ndryshon organizmi, ndryshon pidan, smujet, ose e shef t'i vetë ndryshimin. Pin 35 deri në 40, ndryshe, apo? Pin 40 deri në 45, ndryshe. Pin 45 deri në 50, ndryshe. Mirë po, me kanë që Zoti i kishte ndryshu edhe qelizat e trunit. A dini çka kishte ndodhur me neve? Në çdo 5 vjet na kishmi haru se ç'e kena emrin. Po, në çdo 5 vjet duhet me na kallëzu dikush që kena pas emrin. Se ndryshojnë qelizat. Ama Allahu nuk e ka lënë me ndryshu qelizat e trunit. Se qelizat e trunit janë ato që e mbajnë, domethënë, memorinë tonë. Për shembull, unë jam hoq, mas 5 vjetëve haroj se, a jam kon hoq, unë as jam kon hoq. Ose ti, për shembull, nëse je doktor, ti haron, a je kon doktor, as je kon doktor. Fuqia e Zotit e ka bërë që në trupin tonë me vdek qelizat edhe me ungjall përveç qelizave trunit. Domethënë, na gjatë jetës vdesmi për me ungjall, nuk vdesmi për me usos. Edhe kjo na jep energjinë e shpirtit, edhe e forcon shpirtin tonë që na me kon ndryshe në mesin e kretë njerëzve. Mos u tut pi vdekjes, por vdekjen kuptoje në mënyrë pozitive, se ti gjatë jetës ki vdek shpesh, por se ke marrë vesh. Ke vdek edhe qatë vdekje e ke pranu, me shumë pozitivitet e ke pranu. Shumë është më rëndësi me kuptu vdekjen marrë, se nëse e kupton gabim, ti ki probleme me shpirtin tanë. Ki problem me jetën tonë. Ka qenë një sahabi në luftën e Bedrit. Edhe ishte pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi alaihi wasallam ju thot sahabëve, thot, nisuni për mbetej, nisuni drejt xhenetit, që gjërësia e saj është sa qiejt edhe toka. Edhe ky sahabi ishte te ngu pejgamberi alayhis salam. Edhe i thot pejgamberit alayhis salam, thot, këtë ditë thot e kum shpresu, edhe këtë ditë e kum ëndru.
dhe këtë ditë e kumprit. Edhe i ka pos do hurma në dorë. Edhe thot prej momentit që e tha pejgamberi sa këtë fjalë, nëse unë e pres mi hangër këto hurma, kam frikë se do të vonona me hinë xhenet. Edhe i merr hurmat edhe i gjuh. Edhe niset në drejtim betejës derisa ai bjen shahid. Mirë, po para asaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ti thot ke me kon prej banorëve të xhenetit. Thot ti ke me kon prej banorëve të xhenetit. Para mendoni, a kon ti hangër hurmat? Çka? Ka thonë, s'kam vaktin. Unë s'kam vakt, du me shku në xhenet. Unë du me shku në xhenet, se e kam momentin tash. Ka orë momenti. Se ki moment nuk njëherë ka përcen. Për s'dytis vjen, po ndoshta vjen, po unë s'jam këtu. Kështu që besimtari, kur është në pyetje jeta e ardhshme, nuk ban me bo pengesë dunjon për një jetë më të mirë. Çka do me thonë kjo? Mos u tut pi vdekjes. Se në momentin që tutesh pi vdekjes, ti ki me pas defekt në jetën tonë. Ti ki me pas problem në jetën tonë. Ti ki me pas problem me shpirtin tonë. Domethënë ti vdekjen duhet me pa një jetë që është më e mirë se jeta momentale. Por na nuk bën me lip, por na duhet me kuptu pozitivisht edhe me u përgatit për çat moment me punë të mira. A keni pa njerëzit jo besimtari tutet për çdo ditë që ka me vdek. Ai për çdo ditë vdes, edhe vdekja për çdo ditë është më e keqe se vdekja e fundit. Disa njerëz vdesin për çdo ditë, se tutet për çdo ditë që ka me vdek. Kjo është më e keqe. Kjo është smundje e shpirtit, kjo është smundje e trunit, kjo është smundje e psikës. Kjo është një smundje më e keqe se çdo smundje, më e keqe se kanceri. A njeri që tutet për çdo ditë se po i vjen vdekja, ai ashtu vdek për çdo ditë, edhe kjo vdekja është më e shumtuar. Dhe na kështu nuk bën me veprua. Por na vdekjen duhet me pa sikurse një mundësi për një jetë shumë më të mirë se sa jetën që e kemi. Dhe kjo neve duhet me na shni vazhdimisht sikurse sahabiu që i ka pas hurmat në dorë, ka thonë s'kam vakt se duhet me hinë xhenet. S'kam vakt se duhet me plotësu jetën. Edhe na duhet me thonë, s'kam vakt, duhet me punu mirë. S'kam vakt, duhet mu falë. Jo me thonë, nuk po falëna se s'kam vakt. Te na është e kundërta. Shka thojnë na? S'po falëna se s'kam vakt. E ato kanë thonë ndryshe. S'kam vakt se duhet mu falë. S'kam vakt mu marë me budallakia, se duhet mu falë. S'kam vakt me upko, se duhet me punu mirë. S'kam vakt me u marë me gjona pa lidhje, se duhet me prashit tokën, se nesër ka me korë atë që e ku mjellë. S'kam vakt. Kur shkom punë, shka thue? Shka i thu familje thone? S'kam vakt, ma shpejt, ba ma kafe. S'kam vakt, se duhet me shkum punë, se kam një projekt verës, kam me bo darsmë, kam me bo sunetimin, kam me ndrejt shpijen. E qështu duhet me punu për ahiretin. Ama duhet me kuptu vdekjen për smari, me thonë, s'kam vakt se duhet me bo mirë, s'kam vakt se duhet me punu, s'kam vakt se duhet me shumë me falë sabaj, s'kam vakt se duhet, unë vazhdimisht me mjellë se di kur kam u taku, me atë jetën që me nëzijam të e prit, si kur Bajrami. Sot nate 18 ashtë, me nëzije presmi Bajrami. E xheneti duhet me prit më gëzueshëm se ditën e Bajramit. Kjo është koncepti i shnosh, se çish duhet na me menu muslimant vdekjen në mënyrë pozitive. Edhe burimi i katërt, dhe me këta e përmbylli, është besimi i drejtë në caktimin e Zotit. Me besu caktimin e Zotit, se krejt caktimi i Zotit për ti është herë. Mos e lot truni. Mos tuj shaka me ndodhë. Mos tuj shaka mu bo nesër. Mos tuj shka ka me ndodhë nesër, a ka me pas me hangër, a s'ka me pas me hangër. A ka me pas punë, a s'ka me pas punë. A thu ka me mbo dam filoni, a s'ka me mbo. Mos u shqetëso kështu, mos u merr me këto senet. Mos u merr me këto senet, se kjo janë smuje më e keqe shpirtit tanë, edhe psikës tanë. A e keni pa be disa, për çdo ditë, mirët
me tardhme. A thu shka ka më ndodh, a thu shka ka më bo, a thu kështu, a thu ashtu. Jo, be muslimani s'ba më marrë me këto senet. Muslimani i ka të pasru me këto matematika. Muslimani e ka kry këtë kapitull. A dini pse? Se innel emre bijedillah. Kretë punët janë dorë të Zotit. Kretë punët janë dorë të Zotit. E jemi ashtë me punu. E jemi janë nuk ashtë mu marë me nesër. Shka ka me ndodhë? Jo be, men të fa e le wajgje dhe khajra. Ushqimi shpirti që nuk mund është me gjithë në barnatore. Bëhu optimist, meno mirë për Zotin. Meno mirë për vetë vetën. Meno mirë për të ardhmen. Se ka thonë pejgamberi sa, ai që menon mirë nuk gjen për vetë se mirë. Dhe ai që menon keq nuk gjen për vetë se keq. Mos meno keq për njerëzit. Meno mirë për njerëzit. Se e mira do të gjen prej tina. Meno mirë për të ardhmen. Meno mirë për punën. Meno mirë për çdo njërin. Se e mira ka me të ardhur. Po menove të kundërtën, çish ke menu që ashtu ka me të ardhur? Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ilaç hynor, ilaç prej Zotit. Tha pejgamberi alaihi salam, me kanë që të bohen këtë njerëzit. Garant për Zotit e kje. E keni pa ju kur e bani ndaj kontratë punës. Me llav gojë s'don, apo? Me llav gojë s'don. Çka i thu? Shkojnë atë notari, edhe shkrujna. Mirë mi vesh, me vull, edhe masi flenë rahat, apo? Ama derisa se ban me noter, si e rahat, a thu mundet me ndryshu lafët, a mundet me mashtrua, mundet që... Por Rabbul Alemini bet ka dhonë garancë. Rabbul Alemini që nuk rejnë. Rabbul Alemini që e thot fjallën e vërtet. Rabbul Alemini që kur premton zbaton. Rabbul Alemini që gjdo çështje e jotja dhe e krejtve është në dorën e tina. Ta shnosh lëçkën e zemrës. Ta shnosh trunin. Ta shnosh trupin. Ta shnosh jetën. Çka po thot? Me kanë që krejt njerëzit mbi 7 miliard nëse janë të bohën me të bo dam tije, nuk ka mundësi me të bo dam përveç atë që ka Zoti ta ka shkrujt. Fleverat, punorat, menorat, jetorat. Se jeta jote komplet është dorën e Zotit. Po me kanë që thot edhe kundërt. Me kanë që krejt njerëzit munohen edhe të bohen, edhe mirën vesh, me ta boni të mirë tije, me ta ofru një të mirë, nuk ka mundësi me ta ofru, pos ata që ka ta ka shkrujt Zoti. Para një vitit, një biznismenit madh i vdiq djali. Kur tham një biznismenit madh, është ndër biznismenat më të dallum nivelin ballkanik. Edhe i vdiq djalin moshën 3. Moshën e re. 33 vjeç, 35. Para mendoni ai sa milion mundet mi pas. Shumë. Me miliona, si duket edhe vetë se di sa buxhet ka. Në moshën 33 ose 35, mos më zini për fjale, si ma mira kon djali tina. Si ma mira. Edhe ka shku me kam të veta, në spital, edhe ka bo një ingjizim. Edhe i ka thonë doktori, ti zemrën e paske, të më thonë për çdo moment, shkoj. Edhe ki habitet. Çka ndodhi? Çka u bon? Kesh mirë, me kam të mirë erdhe. Edhe e thirë, shkon me një spital më të mirë. Edhe shkon edhe atje e ban një ingjizim, njëti thotë. Njëtë, të jetë, ti kanë katastrofë kanë, ti kanë për vdek. Çka ndodhi, çka u bo? Edhe kitë tash e merë doktorin më të mirë për Zvicrës. Për Zvicrës e bën Ballkan. Pagun. Zbojnë pare. Zbën dobi pare. Mledhi krejt doktor që dush. Edhe ai vetë ma tha. Tha, hoqta, isha në gjendje këtë pasurin me dhonë. Këtë pasurin me dhonë, mos, s'musha me shpëtu. Ta ka shkujt Zotë. Hajtë në të vinë krejt njerëzit, në të shnoshe, edhe në të ashtin jetën. S'munën me të ashtin jetën. E Allahu
na sjell shpesh herë argumente edhe fakte për me kuptuna se na qyshe filozofojna jetën nuk ka qashtu. Por jeta është ashtu qyshe ka shtrujt Zoti. E jo një është veç me bo punën, ama bindjen me pas vetëm Zotin. E këto fjallë na i tha pejgamberi sa. Çata shka ta ka shtrujt Zoti, s'ka kusht ta merr. Dhe çat shka ta merr Zoti, s'ka kusht ta jep. Aliu radiallahu anhu thëke çudip me njerëzit. Hikin për një caktimi, shkojnë drejt një caktimi tjetër. Ti hik, ama ti si tu hik për caktimit Zotit. Ti tu hik ndoshta për një caktimit Zotit, drejt një caktimit Zotit. Kështu që rri rahat, edhe fle rahat. E jotja është me menu mirë, me punu mirë, edhe të ardhmen me lanë në dorë Zotit. Se çata që e ka shkujt Zotit, illa ma kataba Allahu lakum. Çat që e ka shkujt Zoti, çajo ka më ndodhur. Çto janë 4 burimet e shpirtit për me pas forcën e duhur në jetën tënde. Nëse don me kon i qetë, nëse don me kon krenar, nëse don me kon burr, nëse don me kon i shëndosh shpirtërisht edhe psikisht, merri çto receta, puno me çto receta, kemu habit edhe kemu mahnit përse miri deri në frymën e fundit.